Nga se tim po shko krejt, sa i erda. Kun po sheni nga bërë që ato mujta me shfëtu e në zorë dhe... Kemi të bëjmë me pasantar, apo nuk kemi të bëjmë me qytetarë që kanë jetu, apo banor që kanë jetu në këtë hapësira. E gjeta krejt me flakë, kulmin krejt po të vëzit. Unë që atëve që këshin lejnu në që fiksa të erdhen edhe të ashtë po kresë. Sa antarin kënë banë? Momentalisht së kuna s'kush me në, 5 antarë banojnë të po fati kanë shku jashtë para feste, kanë shku në vikende edhe unë i konë vetën atë. Dhe kush po dyshan, apo dyshan të energjia elektrike të shka? Nuk di kur gjë. Sen nuk muna me rënë. Sen e s'fatë. Cili o planit është, qa po pritni me bo? A keni zgjidhje për banim? Kur gjë heq. Kur gjë nuk. Në herë s'kam kur gjë vetëm po presëm tash s'ka po bënet. Soj përket këtij zjarrit, siç jeni informuar edhe merret, rasti është raportuar në orat 12:09 minuta. Njësitë e para relevante ndodhen në orat 12:20, duke filluar me intervenu rastin që edhe është lokalizuar. Gjitha njësitë kompetente pra dhe policia zjarfiksit, njësitë emergjente janë në vendin e zjarrit. Pritet tash të vijë edhe inspektori i hetimit të zjarrit, filloj me hetimin se realisht cili është shkaktari i zjarrit. Zjarri ka ndodhur në këtë hapësirë në këtë shtëpinë e pabanuar, them kështu. Sa i përket dëmeve materiale ende është herët të flitit. Ekipet janë duke ardhur bëjnë edhe vlerësimin e dëmeve të zjarrit dhe hetuesi dhe inspektorët e hetimit të zjarrit të shikojmë se cili është shkaktari i zjarrit. Por tani për tani fati i mirë është që nuk kemi pas të lënduar nga ky zjarr dhe të shikojmë në orët dhe ditën e vazhdim të shikojmë edhe se cili është shkaktari dhe pasojat e këtij zjarrit. Dhe nuk kemi të bëjmë me pasantar, apo nuk kemi të bëjmë me qytetarë që kanë jetu, apo banor që kanë jetu në këtë hapësira.